Nëse do të mungojnë 84 votat për Xhezair Zaganjori në raundin e 3 të votimit, majoranca do të shkojë edhe në raundin e 4 me të njëjtin kandidat. Kryetari republikan Fatmir Mediu dhe nënkryetari i grupit parlamentar demokrat Edi Paloka deklarohen kundër mundësisë që majoranca të pranojë kërkesën e Partisë Socialiste për një listë të re emrash për kreun e shtetit. Unë mendoj propozimi i bërë nga majoranca ka pasur në thelb qëllimin për të pasur një autoritet të vendit që të jetë qytetari i parë, simboli i unitetit kombëtar, me të gjithë eksperiencën e nevojshme për të qenë presidenti i vendit. Dhe shpresoj që Partia Socialiste të vijë në vlerësim rreth kandidaturës. Dhe pse jo dhe të propozojë kandidatura tjera. Partia Republikane do të jetë pjesë e një vendimarrje të përbashkët të majorancës për çdo çështje. Ne kemi pasur emrat tanë kur kemi deklaruar që kandidatura do të jetë politike. Dhe mbas kësaj, për hir të konsensusit, ne kemi gjetur si kandidat më të përshtatshmin, më të mirin zotin Zaganjori. Të njëjtën pritet të përcaktojë data e raundit të 3 të votimit për kreun e shtetit, raundi i cili kërkon sërish një shumicë të cilësuar prej 84 votash, ndërsa në votimin e 4 dhe 5 do të mjaftonin vetëm 71 votat e majorancës për të bërë zgjedhjen e presidentit të ri.